kur do funksionalizohen autobuset urban, që mos t'i bëjmë 45 minuta nga rruga e Gjilanit për në stacionin e autobusëve. 25 gradë Celsius në ditën e sotme kur po realizohet ky xhirim. Po besoj të gjithë ju bashkëqytetarë po mund ta merrni me mend se sa jemi lodhur dhe djersitur nga pika e parë. Rruga Recep Islimi deri tek stacioni i autobusëve, stacioni vjetër i autobusëve kemi bërë plot 25 minuta. Edhe 20 minuta deri këtu, pra 45 minuta fix për të arritur në stacionin e ri të autobusëve në qytetin e Ferizajt. Bashkëqytetar Ferizaj, se di se shumë nga ju keni nostalgji për këtë vend, mirë po tashmë po e sheni gjendjen aktuale të stacionit të vjetër të autobusëve në qytetin e Ferizajt. Përshëndetje me emisionin 05, jam në qytetin e Ferizajt. Saktësisht jam në rrugën Recep Islimi, ose ndryshe e njohur për qytetarët Ferizajas si rruga e Gjilanit. Pra jam krejt në hyrje të qytetit e Ferizajt. E dini ju qytetar dashur se Komuna e Ferizajt tashmë ka zhvendosur stacionin e autobusëve në një pikë tjetër të qytetit. Nga këtu ku jam unë momentalisht deri tek stacioni i vjetër i autobusëve i bën diku 20 deri 25 minuta në këmbë. Gjë që ka qenë jashtëzakonisht larg stacioni i vjetër për qytetarët e kësaj jone. Mirë po, Komuna e Ferizajt ka vendosur që kësaj pjesë të qytetit t'ja largoj edhe më shumë stacionin e autobusëve, duke zhvendosur në një pikë krejt tjetër. Përveç rrugës së Gjilanit, e cila tashmë ka shumë larg stacionin e autobusëve, po ashtu vlen ceket se edhe rruga e Varushit, e njohur kështu për qytetarët Ferizajas, tashmë ka në një distancë edhe më të largë stacionin e autobusëve. Emisioni 05 tashmë do vazhdoj dal nga dal deri tek pika e stacionit të vjetër të autobusëve në qytetin e Ferizajt. Pra edhe do të rrisim kohën se për sa minuta po arrim deri tek stacioni vjetër nga kjo pikë. Po ashtu, mos u ndoni nga ne, sepse do vazhdojmë edhe tek pika e re stacionit të autobusëve. Pra nga ky moment ta shohim sa minuta na duhen për me shku në stacion të autobusave në qytetin e Ferizajt. Gjë që po vështirëson shumë për qytetarët Ferizajas, zhvendosja e stacionit të autobusëve në një pikë komplet tjetër të qytetit. Me emisioni 05 jam tashmë tek stacioni vjetër i autobusëve në qytetin e Ferizajt. Kemi arritur për fiks 25 minuta në këmbë nga rruga Recep Islimi në fillim aty e deri tek pika e vjetër e stacionit të autobusëve, pra plot 25 minuta, unë së bashku me kamermanin në këmbë. Emisioni 05 tashmë do vazhdoj edhe deri tek pika e re e stacionit të autobusëve të qytetit e Ferizajt. Po besoj që janë dikun 15 apo 20 minuta, mirë po do e shohim. Pra, qytetarëve Ferizajas të rrugës Recep Islimi, po ashtu edhe të rrugës së Varushit, ju është vështirësuar gjendja për të arritur deri tek stacioni i autobusëve. Kur t'jemi në pikën e re të stacionit të autobusëve, e kemi matjen kohore të saktë në këmbë. Bashkëqytetar Ferizajas, e di se shumë nga ju keni nostalgji për këtë vend, mirë po tashmë po e sheni gjendjen aktuale të stacionit të vjetër të autobusëve në qytetin e Ferizajt. Është vërtet një gjendje tmerruese. Emisioni 05, prapa kamerave bisedoj me disa nga bizneset këto. Këto bizneset që dikur kanë funksionuar jashtëzakonisht mirë, tashmë janë detyruar që të largojnë punëtor nga punët, sepse realisht nuk ka klientel. Ndërsa sa ishte i funksionalizuar ky stacion i autobusëve, ka rast kur ka qenë brenda një biznesi së paku 4 punëtor. Emisioni 05 ka marrur informacione se këto bizneset që tashmë janë të hapura, mirë po realisht kur s'ka klientel, mallrat prishen dhe detyrohen që realisht edhe t'i mbyllin bizneset e tyre. Gjendja është fatkeqësisht tmerruese. Pra nuk ka klientel, vetëm mallrat janë këtu që mund t'i gjejmë këto. Po besoj që edhe kamermani po futet brenda, merr pomja edhe andej, edhe realisht ky market që dikur ishte vendi kryesor i këtij stacionit të autobusëve, sot është në këtë gjendje tmerruese.
Këtu mallra, si që dini, realisht gjitha nga këtu e kanë jafa të caktuar, mirë po, si që duket të gjitha do skadojnë sepse numri klientelve është 0. Mes të emisionin 05, arritëm tek stacioni i ri i autobusëve në qytetin e Ferizajt. Ta shohim se sa gradë Celsius është temperatura momentalisht sot kur po xhirojmë. Jam plot 25 gradë Celsius. Do afrohem tek kamera. 25 gradë Celsius në ditën e sotme kur po realizohet ky xhirim. Po besoj të gjithë ju bashkëqytetar po mund ta merrni me mend se sa jemi lodhur dhe djersitur nga pika e parë. Rruga Recep Islimi deri tek stacioni i autobusëve, stacioni vjetër i autobusëve kemi bërë plot 25 minuta. Edhe 20 minuta deri këtu, pra 45 minuta fiks për të arritur në stacionin e ri të autobusëve në qytetin e Ferizajt. Nëse një bashkëqytetar i juni Ferizajas nga rruga e Gjilanit, rruga Varoshit apo dhe rruga e Pleshinës dëshiron që të vi për të udhëtuar drejt Prishtinës me autobus, minimumi 40 minuta. Është dashur që të jenë në funksion edhe autobuset urban, po besoj që edhe ju, bashkëqytetarët e mi, pajtoheni me këtë. Ndonjë prononcim nga dikush se kur do funksionalizohen autobuset urban, që mos t'i bëjmë 45 minuta nga rruga e Gjilanit për në stacionin e autobusëve. Po besoj që edhe kamermani po më ndjek, po afrohet dal nga dal. Edhe ta shohim se nëse dikush do pranoj. Përshëndetje për ju, mirë se ardhët në shtëpinë tonë të re. Po, ne sa kemi informata pasi që ne nuk kemi edhe kompetent për atë punën e linjave të urbane, mirë po në kontakt me komunën e dim që brenda këtij muaji do të aktivizohen edhe linjat brenda qytetit. A kemi informata se ku do jenë stacionet realisht për trafikun urban? Në faqen e komunës Ferizajt janë edhe harta zonale ku do të jenë pikat ka do të qarkullojnë autobusat dhe me sa diun edhe do të mbulohen edhe pjesë periferike të qytetit. Me sa diun kompanitë private që kanë përfitu nga ky tender e kanë një çmim tyre, mirë po besoj që komuna do të mundsoj diçka për qytetarët e muajit e parë do ta kenë gratis.